Si sa bukur tano. Një metal detektor shuhet. Tet vjet e 5 vjeta kanë kaluar në aktivitetin e parë zyrtar të Maraton Albanias, arteria e Arbrit. Në këtë rrugë kanë ecur 84 jo vetëm njerëz, sportistë dhe sportistë, por 84 personazhe që sa të marrin frymë mbi këtë tokë do t'i kujtojnë këto stigje. Një aktivitet i projektuar dhe ideuar nga Maraton Albania. Rruga autentike e Arbrit. Është pikërisht kjo rrugë që mbart kujtime, emocione dhe gjithçka tjetër. Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit që besuan në ëndrrën dhe projektin e Maraton Albanias. Dasali, je i madh, je unik, je punëtor, por jo një drejtues i mirë i kauzës, por je më i miri Dasali. Njeriu që i dha jetë këtij projekti ambicioz. Pikërisht poshtë nesh shtrihet përsëri një investim gjigant, po me të njëjtin emër, por jo me të njëjtin emocion. Si ky që po kalojmë ne. Tankola si duket? Spektakël. Spektakël është fjala minimaliste që mund të thot tani, sepse ja lexoj lumturinë që kam në sy, po ashtu dhe në shpirt. Fjalët, miqtë e mi, jam plur dhe hi përpara këtij fakti, përpara kësaj rruge, e cila gjarpëron dhe shkon pa diskutim nga shteti shtet deri në Stamboll. Një lloj si në Romani, si në Bulgari, edhe këtu ka parë mishi stallës, mundje të mishi. Jemi në këto shtigje, në këto rrugë, ku pa diskutim, ora ka ndaluar, por natyra jo. Natyra, mrekullia e këtyre anëve mbretëron. O, ku ka si ty, o Shqipëria ime, moj, krenare mbi flamur, rrjedh ndër këngë, ligjërime, ballë larta mbi flamur. Ky segment i rrugës autentike të Arbrit i mungon një personazh shumë karizmatik.
i cili është ndarë nga jeta, por jo nga kujtimet tona. Mendoj se u bie ndërmend të gjithë bashkëpunëtarëve të asaj ekspedite të ndërmarrë nga Maraton Albania. Bëhet fjalë për një mik të madh, për një mik të çmuar, që tashmë fizikisht nuk rron, po ka për të jetuar gjithmonë në zemrat tona, në kujtimet tona. Kam fjalën për Zino, për Bino Seferaj, një ndër figurat më të respektuara të shoqatës Maraton Albania. Me zërin e tij, këto rrugtime merrnin një tjetër dimension. Merrnin një tjetër adrenalin, po ashtu dhe një tjetër kuptim. Dashi, për Bino i duam dy fjalë. Bino kishte qef këngën për ty Atë më të bukur këngë. me fuqinë kësaj zemre po të E këndoj. këndonte shumë bukur dhe ishte shumë atraktive, shumë për aktivitete dhe kreative dhe sidomos me natyrë. Ai ishte burr zotnik, Një burr fisnik burr fisnik, i cili do të jetojë gjithmonë i papa, në zemrat tona, në kujtimet tona. i papa. O njerëz, dashurojeni jetën dhe njerëzit. Jeta është një dhuratë që nuk përsëritet dy herë. Njerëzit janë kalimtar, por kujtimet do të mbeten si dëshmi Nuk të pëlqen? shumë domethënëse se e njerëzimit. Uji spektakël. Jam shumë i emocionuar sa herë bëhet fjalë për Binon, sepse realisht ishte një njeri i mirë. Do të rrojmë e do ta kujtojmë gjithmonë në rrugtimet tona të gjata, sepse pa diskutim ai është me ne. Por nga diku lart.
dash. Unë se sa drejtë në E, unë do unë se shumë, kam parë në 3, a shko ka e në 3 i bëjmë kërkesa tyre. Nardë, Po, të tjelen. Do marrë pjesë kur të niseni, po pastaj në kthim dhe nish për Gjermanion. a, Se kam një 500 km për t'i bërë. A do të tanë unë e ko logarit, rrito i gjusë në jetë. Pa, në dhe të ajë. Lërësi të mdoja. Aty kam Malore të mdoja i po e ca mirë atë.